Rritja ndjeshme e çmimeve të energjisë elektrike, ujit dhe produkteve bazike ka shtuar pakënaqësinë e qytetarëve në Kosovë. Krahasuar me vitin e kaluar, shumë nga këto çmime kanë shënuar rritje mbi 40%, duke e bërë jetesën gjithnjë e më të vështirë për familjet me të ardhura mesatare dhe të ulta. Realisht, nëse kishme pas çmime tregu të lirë, ku vepron forca e ofertës dhe kërkesës, që krijohet çmimi i ekuilibruar, atë çmimi në kuadër të tregut dhe ekonomisë së lirë tregut, por realisht këtu çmimi mbi 40% faktikisht nuk janë çmime tregut, por çmime mbi tregut, se në teorinë edhe në literaturën bashkëkohore të ekonomisë lirë tregut mund me qenë çmime të lira tregut, mund me pas inflacion për shembull të në 2 apo 3% si një si inflacioni moderuar, këtu mbi 40% krahasim me vitin e kaluar, këtu janë çmime mbi tregut dhe çmime diskriminuese sepse janë pa përballueshëm për qytetarët e Kosovës. Sipas analizave, rritja e çmimeve këtë herë lidhet kryesisht me faktorë të brendshëm, veçanërisht me rritjen e kostos së energjisë, e cila po reflektohet zinxhir në të gjitha produktet dhe shërbimet bazike. Çmimet apo tarifat e rrymës gjithashtu edhe të ujit, por aty shteti në këtë rast dora shtetit duhet të veprojnë në këtë rast, aty ku ka inflacion, për marrën e inflacionit, thjesht në marrën e çmimeve shteti duhet të subvencionojë realisht për këtë, sepse është i papërballueshme se mbi 40%, atëherë nëse cakton mbi 40%, atëherë duhet 40% realisht të subvencionojmë në mënyrë që ta kenë më lehtë edhe të jenë të përballueshme, sepse në këtë rast janë të papërballueshme. Në këtë situatë, ekspertët kërkojnë ndërhyrje të drejtpërdrejtë të shtetit përmes subvencioneve, sidomos për shërbimet esenciale si energjia elektrike dhe uji, në mënyrë që këto shërbime të mbeten të përballueshme për qytetarët. Po si faktori i brendshëm është pse është ngritur çmimet e rrymës, edhe po mendoj produkte elementare bazike, gjithashtu edhe çmimi i ujit është faktori energjetik, domethënë është faktori i brendshëm. Edhe pse më herët kanë qenë faktori jashtëm, se kanë ndiku disa faktorë, por në këtë rast është faktori i brendshëm, si ngritjen e çmimeve të rrymës, ashtu edhe ngritjen e çmimeve të ujit është faktori energjetik, të cilët kanë ndikuar që ka rrit koston e operatorëve, ka rrit koston e jetës, edhe realisht mbas të këtij faktori është caktuar edhe çmimi i ujit. Përveç kësaj, rritja e kërkesës për ujë dhe mungesa e investimeve në modernizimin e rrjetit po shtojnë kostot operative. Bellaqa theksoi se këto probleme janë pasojë e politikave menaxheriale dhe nuk duhet të barten mbi kurrizin e konsumatorëve.